gradualisht të fiket. Unë mendoj se fillimisht hapi i parë ka ndodhur, pse them ka ndodhur, sepse unë shikoj në media, shikoj sipërmarrës, shikoj artist, shikoj botë akademike, të cilët me të vërtet kanë shpresuar, të cilët në mënyrë sinqert kanë menduar se Kosova s'po ecën aq shpejt sa duhej ose s'po ecën rrugën e dur. Por kur shikojnë ripërsëritjet një trajt lojrave, madje edhe në forma edhe më të ulta, siç e shikojmë ne, ku institucionet publike mbushen me besnik, ku mungon totalisht vullneti për të arritur konsensus, për të arritur bashkëpunim, ku ka gjithmonë më tepër para të shfrytzuara për të shtuar votat nëpërmjet fondeve publike, por nuk ka para për të zgjidhur probleme konkrete. Nuk ka para për të zgjidhur probleme. Ky është problemi i madh i Kosovës. A dini që Kosova është vendi më i varfër në Evropë për ujë? A dini Kosova ka 21 projekte për të ndërtuar ujëmbledhsa të projektuara që në vitet 60. Kosova si të projnë pa shpenzuar në fonde publike mbi 200 milionë euro në vit dhe me 600 milionë euro mund të ndërtuar të gjitha ato ujëmbledhsa, ato rezervuare ujë, ato liçene artificiale. Dhe po të ndërtuar ato liçene artificiale, Kosovës do t'i shtoheshin 3 fish sipërfaqja e tokës së punueshme. Ja, për këto janë zgjidhur problemet. S'ka ujë, fondet përdoren për të ndërtuar ujëmbledhsa që të zgjidhë problemi i ujit në mënyrë që fshatatarët të kenë garanci për të investuar në bujqësi dhe mundësi që të ushqejnë bimët dhe kafshët në plegtori dhe agroindustri. Nuk përdoren për të gjë, përdoren për rritje rroga, për shpenzime, për dhurata. Pra, në këtë mënyrë, neve gradualisht mendoj që qytetarët do reflektojnë e do kuptojnë, sepse në fund të fundit nuk të ushqen as a 100 euro që e merë si bakshish, si rishfet, pak javë para zgjedhjeve, se në fund të fundit me çmimet tanishme as gjysmën e karrocës nuk ta mbush në supermarkete. Me këto çmime që kur ti premtojë dikur që do t'i ulte, as gjysmën e karrocës ta mbush. Pra kalojnë shumë shpejt. Në këtë mënyrë, kur ti do t'i mbarojnë këto karamelet që nxjerrin nga xhepi, ose ja do jenë aq të stërpërdorura sa do kenë efektin më të njëjtë. Dhe kjo është e pashmangshme. Pra, populistët bien kur qytetarët ballafaqohen drejt për drejt me problemet e përditshmërisë. Dhe mendoj se ky moment ka ardhur afër pjekjes. Ka ardhur afër pjekjes, krejt për fund për ta rumbullaksuar këtë që thatë zotëri Rellari, kjo pjekja, ky rezultati, çu shihni ju? Po më besoj se do kemi fillimin e fundit të kurtit. Domethënë nuk do kemi kurrë më një përsëritje si 20 dhjetori, që shpjeguam që ishte një gatim, një çorbe e madhe ku kishte bashkëfajtore, bashkëpjesëmarrëse, edhe ish presidenten, që pasi ja bëri këtë shërbim të fundit, nuk i hynte më në punë kurtit, edhe shtrydhi si limon edhe hodhi as e kandoi më. Dhe tashmë do kemi një situatë tjetër kur do jetë shumë e vështirë që edhe qytetari më i zellshëm e më dashamirë të kurtit t'ja shpjegoj vetes një herë para se ta shpjegojmë ne, shpjegoj vetes që ky edhe me 51% se bëj dot. Edhe me 51%. Sa i duhet ti? Dhe shiko, Kosova ka pasur raste të ngjashme të një partie shumë fort. Ka pasur Ibrahim Rugovën në 2000-shin që ka pasur 47 deputet dhe kryeministri u bë Bayram Xhepi PDK-s. Në 2004 po ashtu. 47 deputet dhe kryeministri u bë Ramush Haradinaj. Ka mbajtur kryetarin, sepse atëherë kryeministri nuk ishte pesh, nga që kishim institucionet i PVQ-t, pra sepse kemi pasur unë mikun këtu, por ama Kosova e ka një traditë të konsensusit. Edhe të partive shumë fuqishme, si ka qenë LDK-ja aso kohë, ka një traditë të konsensusit. Dhe kur ti mund të thojë që okej, unë mora mandati për të bërë qeverinë, pa dihet që ai mandati për të bërë presidentin se ka pasur. Dhe nëse ai se zgjidhi do të situatën edhe me 51%, sa do doja ai? Çfarë do? Ai do Kosovën Kore të Veriut me 99.99% të votave apo do Kub që ai të jetë i kënaqur e pastaj të fillojë të qeverisi? Mos vazhdoj me demagogji. Pra unë mendoj se ky është një realitet që të bie shumë para fytyrës. Dhe besoj se dhe shoh faktikisht që edhe njerëzit që dikur të nxirrin syt